Vllaznia i ka shkaktuar humbjen e parë në kampionat beslidhjes pas gati 2 vitesh, në ndeshjen e luajtur në Pallatin e Sportit Aslan Ursi të kryeqytetit. Sfida ishte mjaft e bukur me emocione dhe rivalitet deri në sekondin e fundit. Në fakt ishin lezhjanët ata që e fituan periudhën e parë në shifrat 22-19, por në të dytën shkodranët luajtën më mirë dhe fitojnë 24-19, duke shkuar në pushimin e ndeshjes me një diferencë prej 2 pikësh në favorin e tyre. Një epërsi e vogël kjo, por që i mjaftoi vllaznisë për ta ruajtur deri në fund, sepse 2 periodat e tjera do të kenë të njëjtat rezultate. E treta 25-21 në favor të beslidhjes dhe e katërta 24-20 për vllaznin. Në këtë mënyrë, gjithçka u mbyll me shifrat e përgjithshme 88-86 për kuqeblut e trajnerit Llazani. Për shkodranët, kjo fitore do të thotë shumë, pasi mban gjallë shpresat për një vend në play-off.